Mirë se keni ardhur në What of a Show. Jemi në episodin e 33, 33. I numëroni çdo herë Çdo herë nga një shiri për festojmë çdo jubile. Po Gjesi është sot me ne këtu vallë, pse? Sepse ka ardhur nga studio përballë pa manualit për të na dhënë informacione të saj çifteve, sepse është eksperte. Gjesi është eksperte e çifteve, mishi nuk ndan çifte se. Jo. Dhe kjo do të ishte të më. Jo, nuk e bën atë gjë Gjesi kur, sepse ne sot do diskutojmë për të vërtetat e çifteve shqiptar. Ju që na ndiqni në What of a Show, që e keni dhe username këtu, mund ta bëni follow në Instagram. E keni parë besoj që ne bëm një ask me question anonim. Dhe keni hap barkun. Dhe keni hap zorët e barkut në atë. Çfarë kishit thënë? E po shumë informacione din shqiptarët për çdo kënd. Po shqiptarët vdesin merr me llafe. Vetëm ne këtu nuk merremi me llafe. Vetëm ne. Dhe e di si është e forta që të gjithë thonin publikoni me emra. Dani jo. E di pse do me emra këta? Se e di nga një emër vetë, po duan të gjithë të tjera. Duan di më shumë. Nuk mjaftohen. Po. Shpjegoj pak pse si themi me emra. Atëherë neve nuk I themi me emra sepse këto janë informacione të cilat janë të papublikuara ose nuk janë të zyrtarizuara dhe ne nuk mund të merremi vetëm me llafe, nuk kemi fakte, sepse ju thjesht mund të jeni disa hatera të qelbur dhe doni të kryshni punë burrit ose gruas të botës dhe ne nuk do futemi në këtë meselë për ju. Është të çështja që këto se i din gjërat kaq të lehta që ti mund të thuash, dalësh në televizion të thuash gjëra ku nuk është aq e lehtë në gjyq për shpifje. Po, nuk është aq e lehtë që të thuash një deklarat ku mund të prish punë. Por, përpara se të nisim me deklaratat dhe se çfarë keni thënë ju në anonimat, do të nisim me një klasifikim që kemi bërë për çiftet që kanë më shumë diferencë në moshë. Pra, vajza është më e madhe se djali. Këtë rast kemi marrë? Po, këtë rast kemi marrë në shurtim, në studim sot. Po, hapëm një case edhe tham, do shurtojmë këtë sot, okay. Shiko, në listën që kemi bërë ne gati, kjo listë në fakt ndoshta nuk është aq e saktë, por ne kemi marrë pak a shumë çifte që janë pak a shumë të dy personazhet e famshëm. Se këtë nxori çati. Jo, se dhe kemi googulluar. Edhe Google. Kështu që kemi Erman Mamaçi. Mendoj që kërkime shkencore me javë të tëra për të arritur në këto konkluzione. Shiko se sot je nesërsie, Gjesi, po mos I jep shumë gojë që të çova përballë. Sot je nesërsie, ç'sot ç'ke? Ti që bën kërkime shëndetësore bën ajo. Kështu kërkime shkencore, prandaj je aty ku je dhe ne prandaj jemi më të klikuar, kështu që vazhdojmë. Kemi Erman Mamaçin dhe Amarda Toskën që thuhet që kanë 16 ditë diferencë. Ditë? Po, ajo është. Mi gjithë pas nga 16 minuta ose 16 seri. Jo, që nuk ka lindur në një spital. Çfarë mendon Gjesi për këto që janë shumë afër me moshë? Mi gjithë është red flag ky ha. Ta bëjmë çik si emisioni. Ju thotë që ishte më të likuar, ndërkohë që ju keni marrë temën tonë. Okej. Dhe të keni marrë të për të nderuar. E di që Blerta po qesh diku. Ne kemi folur për këtë gjë dhe ne kemi thënë që çunat përgjithsisht piqen 5 vite me vonesë. Do të në këtë rast, Ermali ose është 5 vite më I vogël. Po kanë 15 vite të martuar dhe 20 vite bashkë. Po jo, për te shakas, kjo është një martesë goxha e suksesshme. Ne I njohim të dy bashkë në fillime televizive të dy. Po. Edhe janë akoma bashkë me dy. Po, janë shumë çifte lezetshëm. Janë njohur me 2 muaj. Janë njohur që tek portokallia, madje Ami e ka treguar se si e ka gacmuar kur ishin në tavolinën e provave të portokallisë dhe I kishte shkruar një mesazh se kishte numrin. Dhe kishte thënë jam unë përballë mi. Jo, shumë. Po ngrimi kokën. Mira, atë çifti tjetër është Aurela Gaçe dhe Skerdi. Po këta sa vite thuhet? 2 vite diferencë thuhet në moshë. S'është 2 vite. Shumë. Pra, Aurela është 2 vite më madhe se Skerdi. Është okay si diferencë. Okej, do të thënë 2 vite, 1 vit e pak dhe kanë 17 vite të martuar. Shumë. Po bravo. Bravo pra është një ndër historitë e suksesit. Po, duke marrë parasysh në faqen ndërpres, duke marrë parasysh Aurela atëherë bëri buj me deklaratën e saj që nuk do martohesh kurrë, s'do binte kurrë në dashuri. Duke marrë parasysh edhe karakterin e saj. Ka thënë që kush do më marrë mua për sipër. Ku veç Skerdi, s'ka, domethënë vetë ai ka dalë për Aurelën. Po është diva. Unë do pyesja që a mendoni që në çiftet ku femra është më e madhe në moshë, është ajo më dominante apo s'ka lidhje? Jo, s'e mendoj. Mendoj që mashkulli prapë luan të rolin dominant. 2 vite janë. Po ti vet do lidhesh ti me ndonjë djalë më të vogël? Jo, zbehet lau. Pse s'ka më gjë, fen mosha është unë do I rris këta kalevet e kopshtit. Edhe ngeli ty të rritësh ta, ama. Kalojmë te çifti tjetër. Çifti I tretë është
Cileta Gjilaga dhe Alban Hoxha. Cileta është 3 vite më e madhe se Albani dhe kanë bashk 9 vite. Shumë dhe këta, vite. Ma këta më pëlqenjë si qitja. Me njëri tjetrin. Nuk e di se çka një qetësi, ashtyrit publik, nuk merret me skandale. Mua dhe më duket sikur Cileta që kur lidhur me Albanin ka marrë përveç se një nur tjetër, më duket sikur është bërë më familjer, nuk ta shpjegoj. Më femërore, po më e bukur, nuk e di, ka marrë një nur. Nuk familjar, nuk është kur ishe, e di që shkojnë shumë. Po, t'japi një rrezatim shumë të mirë. Mua I love Cileta. Cileta është shumë mirë si jashtë i brenda. Nuk e di brenda unë. Më falni që ndërpres transmetimin e këtij episodi fantastik të WTF Show, por duhet të bëni subscribe andale alo këtu poshtë sepse ne varemi nga subscribe-ët që ju jepni. Shtypni këtë butonin, ju lutem, ju është vetëm ky është vetëm një buton për ju, për ne është jeta, është puna, është rroga. Vazhdoni tani ndiqni intervistën. Mirë, tani kalojmë te çifti tjetër, i cili është 1 vit diferencë më shumë se çifti paraprak që kishte 3 vite, pra kanë 4 vite, Bora Zemani dhe Donald Veshaj. Çifti që bëri një pauzë gjatë Bigut, u puthën, ndodhi ajo gjëra. Pauzi thënë asaj. Ai është si një ndarje me pikpyetje. Ndarje publike edhe ribashkim publik. A thua më për vëmendje ti? Ndoshta. Po më sa ata supozoj që ishin ndarë më përpara, nuk e di. Po, ishin ndarë shumë më përpara. Edhe mund të ishin i bashkuar më përpara dhe bën sikur i bashkuan aty. Po, nejse ajo është shumë muhabet i vjetër, por duket që çifti të shkuar ata. Ish fituesi i Big Brotherit. Gjesti. Fituesi në fuqi. Në fuqi. Ai nuk ka. E ka harruar se ka komenton Big Brotherin, e ka harruar. Ka s'ka faj, Marta ishte Big Brotherin të lë. Është shpreha popullore. Dhe përveç Big Brotherit, shiko se Bora dhe Donaldi duket se kur po shkojnë shumë mirë bashkë, se fundmi nuk po përfliten për asnjë skandal. Mashallah, mos të marrim sy lezetshëm dhe këta. Janë për njëri tjetrin. Më pëlqejnë. Në fakt unë nuk jam shumë pro çifteve që kanë shumë diferencë në moshë, sidomos kur gruaja është më e madhe, por në këtë rast Bora nuk duket fare më e madhe se Donaldi. Duket okay. Nuk duket. Po duket. Duket i vogël Donaldi. Donaldi është pak childish, fëminor në karakter. Ndoshta nga që veshet shumë me baggy clothes, me rroba të gjëra. Po të ishte më serioz. Street style, po të ishte më serioz, ndoshta do ishte pak më kështu. Po nuk është se ka ndonjë gjë të keq, që thjesht Bora duket që është pak më e madhe në paraqitje. S'dim, unë duket shumë e mbajtur, shumë e mirë edhe. Jo, nuk po them që s'është e mbajtur. Jo, ka thënë promotion që ka, e kupton, nuk është se duket promotion, unë duket 34 ndoshta nimi. Prap, nuk duhet se 34. Okej. Mos se kemi personale tani. Çifti tjetër është në vend të parë Arbana Osmani dhe Eduard Grishaj. Këta kanë plot 6 vite diferencë. Dhe ishte një dashuri si ato në filma, në televizion. Po, sepse Arbana Osmani unë nuk e dia, po Arbana Osmani ishte 42 vjeçe. Dhe Eduard Grishaj është 36. Ai nuk duket për aq. Jo, nuk arrin do t'i dalloj njerëzit moshën fizike i parë. Bravo. Me thënë, mendoja se unë kisha një aftësi të dalloja moshën e njerëzve, por kur mora vesh Arbana është 42. Unë sa arrit t'i dalloj asnjë domethënë. Jo, e di ka një gjë, ndoshta e kam vetëm unë, po kur mendoj Arbanën, nuk më vjen në mendje mosha. Po, është thjesht një personazh që nuk plaket. Dhe thot mi mbrëma yje. Po, që nga mi mbrëma yje që sa ka ardhur në këtë jetë. Nuk më vjen mosha. Kjo qëndron, po në rast me Eduardin duket pak më e madhe. Po, duket. Shiko, problemi është me sa kam dëgjuar unë, nuk është mosha që ato ndodhen aktualisht, se siç ti për Borin dhe Donaldin që nuk vjet shumë re, po thuhet që kur kalon në të 50-ta, në të 60-ta. Po pra, do jenë televizion ato. Ç'a thua? Arbana do jetë mi mbrëma asteroid, edicioni i ri. Do e bëj lidhje me Jupiterin. Mbrëma asteroid. Kur? Asnjëherë se besoj Arbana. Ska. Detyria i ka. Me një protezë edhe ndoshta.